Mirëmbrëma, shikues të nderuar të televizionit të Kosovës, Arena Sportive edhe këtë javë, këtë diell na sjell më të reja të sportit vendor, duke patur theksin e veçantë të sportet të cilat po bëjnë përgatitjet e tyre në prag të fillimit të aventurës së tyre pranverore. Padyshim që theksi i veçantë do të jetë edhe për përgatitjet e atyre që po konsiderohen si shpresa olimpike, duke vazhduar kështu ciklin e njoftimit me temat rreth Olimpiadës. Sonte kemi zgjedhur një temë shumë interesante, pasi sa herë që flitet për Olimpiadë dhe për sportistët tanë, shumë e rëndësishme është mënyra se si ata do të përgatiten, rrugat që do të bëjnë shtegtimi, aventurat, përfshirë këtu edhe kujdesin shëndetësor ndaj tyre. Tema e mjekësisë sportive, rolit të saj dhe lufta anti-doping do të diskutohen sonte në emisionin Arena Sportive me 3 të ftuarit tanë në studio. Në ndëron me prezencën e tij doktor Agran Rexhepi, ekspert i mjekësisë sportive dhe nutricionist i sportit. Doktor, mirë se erdhët. Mirë se vjen. Kryetari i Federatës së Sportit Shkollor zoti Enver Hajredinaj, mirë se erdhe. Mirë se vjen. Dhe prezencë i Kosovës në judo Toni Kuka, drejton Kuka. Mirë se erdhe Toni. Mirë se vjen. Kemi menduar që të kemi 3 personalitete nga fushat të ndryshme, doktorin nga sporti shkollor, po ashtu zotin Hajredini dhe Tonin që ka një eksperiencë dhe është ballafaqur direkt me testet dhe mjekësinë sportive përmes judezve. Doktor, fillimisht a ka mjekësi sportive në Kosovë aktive? Po, për t'ju përgjigj më saktësisht kësaj pyetje, sigurisht se duhet pak më gjerësisht të hi. Të shpjegojmë një qëllimit e mjekësisë sportive, janë 2 kryesorët. Një është që të arrijë, të mbajë dhe të avancoj shëndetin apo mirëqenien biopsikosociale të sportistëve dhe të gjithë atyre që mirën e kulturë dhe rekreacion. E dyta është që të arrijë sa më performanca sa më të mira tek sportistët. Po kur e dyta të parë nuk do të atë i kaloj, po mirë kështë me që të shkojnë dyat paralel. Ndërkaq, detyrat e mjekësisë sportive janë që të organizoj një kujdes dhe mbrojtje shëndetësore të sportistëve, e cila realizohet përmes kontrollit sistematik dhe kontrollit me qëllim të tyre, me qëllim të caktuar të sportistëve. Pastaj të verifikoj metodat e drejtanishme të diagnostikimit të sportistëve dhe avancimit të tyre, edhe mundësisht të hulumtoj dhe të zbatoj metoda të reja që kanë saktësi shumë të madhe. Pastaj është që të ketë një bashkëpunim të madh me trajnerët dhe sportistët, të funksionojë trekanëshi mjek i sportit, trajner dhe sportist, në mënyrë që të bëhet një ngritje sa më e madhe e këtyre performancave të sportistëve. Këtu hyn edhe edukimi i sportistëve dhe mjekëve në këtë drejtim. Këto kishin me qenë edhe kontrollimi i kushteve ku bën garat apo ku zhvillohet sporti. Nëse mirëm në këtë drejtim, nëse i analizojmë se a ka mjekësi sportive tek ne, mund të them lirisht se ka një mjekësi sportive, po të pjesërishme. Kontrolli mjekësor, sistematik dhe ai me qëllim realizohet, po tjera të sa realizohen pak. Ka mbetur në funksionalizimin e saj në bazik. Po. Dihet që pjesë e aktiviteteve të shumta që organizohen në Kosovë duhet të përmbahen mjekësi sportive, urdhrave për të mos thënë kështu që jep mjekësia sportive që janë të domosdoshëm për këto aktivitete. Vizituam faqen e qendrës mjekësisë kombëtare sportive në Kosovë dhe shumica e orareve kishin të bënin vetëm me klubet e futbollit. A është futbolli i vetmi sport që përkushtohet me mjekësinë sportive apo? Po kështu, futbolli është që sa vite prej 2008-ës apo 2009-ës më duket, ka bërë të obliguar vizitën sistematike të sportistëve. Përderisa sportet tjera nuk di se kanë një obligim të tillë. Mirë, po nuk mund të themi se vetëm futbolli bën këto vizita, se bëjnë vizita të tjera. Në baza individuale, po mirë, në Kosovë mënyrë të organizuar. Në Kosovë funksionon qendra mjekësisë sportive kombëtare në Pallat Rinis, po unë kam një qendër të sportit, fitnessit dhe nutricionit korporor sana. Edhe te unë frekuentojnë shumë sportista, edhe nuk mund të them se vetëm futbollistat, ka edhe sporteve luftarake, ka edhe basketbol, sporte të tjera të ndryshme. Mirë po, a është e domosdoshme? Është e domosdoshme. Unë më herët kum pa në librezat e futbollistëve të vërtetuar se është i aftë me një vulë trumbullak të një organizate tregtare. Vula rumbullak dhe është i aftë. Apo nga ginekologu e çka po di unë. E kështu që mirë është që edhe me ligj është e obliguar, ligji i sportit kur kem punuar në ligjin e sportit, është marrë vendim që
të gjithë sportistët të bëjnë kontrollin sistematik të paktën, të jenë të obliguar. Kontrolli me qëllim caktuar, kjo është në vullnetin e klubeve apo trajnerëve, apo sportistëve në mënyrë individuale, që ishte dashur kjo të mbjellë shumë parasysh. Baza e sportit në secilën shoqëri është padyshim edukimi qysh në fazat e para në nivelet më të ulta dhe të shkollimit. Në sportin shkollor, sa funksionon mjekësia dhe çfarë ndërlidhje keni, sa i kushton rëndësi dhe kujdes? Spari ju përshëndes dhe ju përgëzoj për emisionin dhe dhash zoti që të fillohet me këto tema që janë maset mjaftueshme për të shkuar sporti përpara dhe për që të jenë fëmijët sa më shëndetshëm në këtë drejtim. Thëmë dë vërtetën, unë duhet të jem shumë i sinqert në këtë drejtim, se në të kaluarën, po flasën, po hapna pak si edhe doktori që i dha disa gjona ma përpara. Përpara kemi pas për shembull kabinetet e veçanta ku kanë ekzistuar spirometrat, ku kemi bo matjen e kapacitetit mushkërive të secili fëmijë. Ka ekzistu kartonat për secilin fëmijë, do thotë kartonat e matje antropometrike. Do thotë fëmiu është përcjell tën kohën me çfarë po disponon, me çfarë po zhvillohet më tepër, do thotë më mirë, në të gjitha drejtimet ka pas në kaluarën. Kur e moj men edhe vetë sikum qenë edhe si nxënës, po edhe më vonë është përcjell ajo. Ndërsa sot asgjë nuk bëhet në këtë drejtim. Për fat keq po them. Asgjë nuk bëhet. Prej kuj varet kjo? Pse nuk ndodh? Kjo varet prej institucione. Nuk duhet të them prej institucione edhe prej neve vetë. Duhet bëhet obligative apo? Duhet bëhet obligative. Ajo është e domosdoshme. Në të kaluarën, dihet që smunjet në kanë përfshi në kaluarën ma shumë si popullat, jo tuberkuloza, jo kuta dion. Mirë po ka pas kamionat veçantë, kanë qenë veçanta mobile, ku është bo diagnostifikimi ose është rentgeni i tillë është quajtë i mushkërive se çfarë gjendje janë nxënësit sidomos në për shkolla. Mirë po sot nuk ekziston ajo dhe kështu që mbetet në një ardhme që të punohet në këtë drejtim, po edhe kisha apelu që kjo sa më shpejt të filloj dhe të punohet në këtë drejtim. Toni, ju përgjedhës i Kosovës në judo, po drejtuesi i një shkolle të madhe të judos në vendin tonë në Pej, sa i kushtohet rëndësi dihet bashkëpunimi që ka judoja botërore me mjekësinë sportive në botë, a funksionon ky binom edhe në sportin e judos në Kosovë? Po është mas parë ju përgëzoj për temën edhe i përshëndes me mist këtu që kanë ardhur branshave të ndryshme, sidomos me doktorin me cilin po takohem për herë të parë. Unë me vetë faktin që po e ceki që po takohem për herë të parë, do më thonë diçka s'po funksionon. Në qoftë se flasim për mjekësi sportive apo për fëmijët që ushtrojnë në klubin ton, ata gjithmonë i shtyjë dhe kanë obligim që t'i bëjnë kontrollat mjekësore spaku 2 në vit, siç është e parapame me ligjin për sport. Federata jonë do të ka këtë rregullore. Kjo funksionon. Ti bënin në qendrën e mjekësisë sportive në Kosovë apo në ordinanca të ndryshme? Te mjek do të thotë për fëmijë në qytet Pejës, do të thotë nuk është ai bashkëpunimi me qendrën e mjekësisë sportive. Ka mundësi aty që gjithmonë ka lëshime prej prindve për shkak se siç e theku doktori mund të vinë edhe me vule ndaj mjeku që s'është adekuat për kontroll mjekësore, por gjithsesi që unë gjithmonë e kërkoj, edhe në federatë kemi bërë këto pak ma të rep që pa kontrol mjekësor asë një fëmijë, sepse kemi të bëjmë me një sport luftarak që është mjaft i rëndë dhe ku mundet me pas lëndime edhe me pas do të thotë edhe kollapsime të ndonjë fëmijët, cila mandej mund të ketë pasoja për gjithë federatën. Ndërsa kur të flas për sportin kulminant, e dihet që judo ka prodhu sportista kulminant këto vitet e fundit me të cilët krenohet Kosova, po kjo është pjesa e cila mas pak të funksionon spaku po flas në Kosovë, sepse Majlinda, Nora, Leutrimi, Akilje, Distria që janë potencial për lojrat olimpike, realisht nuk kemi ndonjë bashkëpunim të mirë, jo për shkak se doktori apo institucioni nuk është i interesuar ose ne nuk jemi të interesuar, por kjo nuk është krijuar kultura apo kjo lidhja po mendoj që ka qendosh të bëhet çush kohë më parë prej institucioneve, sepse dihet që para Londrës e gjithë Kosova u ngrit në kam të thonë jo Majlinda pat presion psiqike,
u duhet me marrë një psikolog, po ku është mjeku, ku është nutricionisti, këta duhet me i pagu. Në qoftë se një mjek dënë me përcjell ekipin olimpik, ai duhet me qenë dispozicion shefit, shtabit teknik krejt kohën. Jo vetëm 2 javët e fundit, ato 2 javët e fundit do të thotë janë qesharake, nëse dikush më thot mu merre doktorin me veti në qëto gara 2 javë dhe ky nuk i njeh asnjë garus, nuk e din me çka ushqehen, nuk e din çka është motivuese për ta, nuk e din gjendjen psikologjike tëne, do të thotë këto janë gjëra të cilat duhet shumë më herët mu kriju një bashkëpunim për me funksionu. Edhe faktikisht në Kosovë për sport kulminant deri tash kjo s'ka ekzistu. Në baza individuale, që tha doktori me shku vetë, u interesu është diçka tjetër, për mënyrë institucionale kjo mungon. Gjatë përgatitjeve, kur na shkojmë përgatitjet nivelit lartë, do të thotë janë këto kampet olimpik, siç po i quajnë Federata Evropiane e Judos organizon diku 10 deri në 12 gjatë vitit, çdo reprezentacion ka mjek, ka fizioterapeut, ka psikolog, ka nutricionist, gjithë. Ndoshta ka dhe laboratorin e vet. Edhe faktikisht mbas çdo lufte, reprezentacioni i Austrisë shembull, mbas çdo lufte të garuzëve të vet, mjeku mbas çdo lufte prej veshit, unë nuk e di se jam specialist i medicinës, çdo luftë kur i bën diagnostifikimin merr do të thotë nxjerr gjak. Edhe në bazë të asaj gjendjes të thotë gjakut, pasyrës gjakut, ai nxjerr edhe çka po hum garusi gjatë asaj lufte, çka i duhet, çka si duhet. Përse gjendjen e tij. Po, doktori me siguri e din çka është. Po, laktatet po. Jo, liresh se kjo është të bisedojmë. Sa i përket më herët që përmendi drejtoni kontrollin e fëmijëve. Me të vërtetë ajo duhet bëhet për gjitha federatat e obligume. Fëmijët, pionerët, duhet të denjë kadet, moshat, 4 herë në vit e kanë të obligume me rregullat e mjekësisë sportive të bëjnë kontrollin mjekësor sistematik. Dhe juniorët, kadet, 3 herë në vit, ndërkaq seniorët 2 herë në vit. Po pse të mos shpeshtohen? Unë prej 4.000 futbollistëve që kam testuar, 167 prej tyre kanë gjetur me zhurma në zemër, probleme të ndryshme, shumica janë fëmijë. Mirë, është një mosh kur tash të marrën parasysh edhe faktin se 6-8% njerëzve kanë zhurma. Është një numër që kanë zhurma. Mirë, po ai fëmijë tash nuk është rast që t'i jepet mjeku të punon me të. Me atë fëmijë duhet të punon trajneri. Po duhet të ditë se çfarë intensiteti, çfarë ngarkesa të bën me të, në mënyrë që ti të kalon ato probleme. Asaj përket rëndësisë mjekësisë sportive, sidomos tash shqyrzotë që u pranuan në për gara, po, edhe ndoshta do të kompletohen gjitha këto pranime. Mirë po, mjekësia sportive është shumë e rëndësishme, mjeku sportiv është shumë i rëndësishëm të jetë aty prezent. Unë tash është rrit vetëdia, fatkeqësisht në mënyrë individuale. Se në qendrën time është drejtu tash Rita Zeshiri, notuese, që ka filluar prej fundit dhjetorit për përgatitje individuale për pjesëmarrje në olimpiadë. Kam një bokser, Arjan Gashin, ai po përgatitet për profi box, edhe një Fortesa Orana, është një karatiste që po përgatitet për një kampionat evropian që kanë tash. Koha është e shkurt, se keqja jonë është që vjen për 1 muaj e gjysmë don mu bë me mbri maksimumin, që nuk ka gjë asa nëse nismi nga fakti se për çfarë baze po startojmë. Nuk janë përgatitur sportistat tonë aq sa duhet. Kanë fjalën përgjithësi, jo në mënyrë individuale. Se në mënyrë individuale që i thënë që për shembull e kemi shembull Majlindën, po kemi shumë Majlinda tjera, edhe shumë futbollistë, sportistë tjerë, të cilët arrin norma ndoshta mbi ato ndërkombëtarët. Mirë po, unë mendoj që këtu duhet si shtet, duhet të investojmë më tepër në seleksionimin e të rive. Jo të investojmë tash për olimpiadën që vjen mas një vit e gjysmë sa ka, po të mendojmë për olimpiadën e tretë ndoshta që do të vjen. E kjo bëhet, nëse më lejoni, nëse bëjmë një seleksionim. Do të jemi më larg pamës. Nëse bëjmë një seleksionim si duhet. E seleksionimi duhet të jetë 3 nivele. Niveli i parë të jetë i nivel të shkollave, profa në musmanzi për shportasa është e juja, po mirë po në nivel të shkolla, po edhe të parashkollorëve. Në të marrën parasysh në Dubai City prej 2 vjet e gjysmë punohet me fëmijë në seleksion. Profesionist. Po. Çka nuk kuptoni me seleksionim? E që tash e tregojmë. Nëse marrën parasysh për shembull në Rust, po kanë suksese, pse kanë disa mijë shkolla profesionale që mirën me edukimin e fëmijëve në sporte të caktuara, seleksionimin e tyre. Ndërkaq amerikanët po punojnë po implementojnë programe speciale në shkolla fillore. Edhe tash, çka është problemi? Këtu është puna që është shumë e nevojshme një bashkëpunim mes Ministrisë Sportit dhe Arsimit.
edhe jo 2 orë kulturë fizike në shkollë, po të jetë tepër, po të jetë edhe 3, unë e mendoj që janë pak 2 herë në javë, 3 herë në javë të kenë. Edhe aty të jetë mundësia jo vetëm një sporti, po shumë sporti, të jepet mundësi fëmijët të gjenë veten. Se fëmijët duhet të endet në sportet të ndryshme. Edhe seleksionimi i rangut të parë është kur bëhet seleksionimi i përgjithshëm i fëmijëve në bazë aftësive të tyre morfofunksionale. Vjen seleksionimi i rangut 2 të shkollat e sportit. Aty është një seleksionim paksa ma thukt, ndërkaq seleksionimi kur veç bëhet për zgjedhja talentëve, atër është seleksionimi final në klubet sportive, ku punohet me programe speciale për sportistë për ngritjen e aftësive morfofunksionale të tyre. Nëse dëshirojmë, se të prova, nëse dëshirojmë të bëjmë një sportist kulmor, ne duhet të sigurojmë mas pari që ai sportist e ka shëndetin e mirë. Pastaj që e ka talentin. Pastaj që e ka trajnerin e mirë, që punon me të në rastin e dritonit që e ka dhënë maksimumin e tij, po dhe trajnera tjerë që din çka punon me atë sportist, edhe e katërta është ta motivojmë atë sportist që edhe ai të jep maksimumin e vet në mënyrë që të qet atë që ja ka dhënë edhe Zoti. Veç plotësoj, veç a mundem në interes shkojna. Të gjitha shtetet e rajonit, nuk po flas për shtetet më larg që kemi. Të gjitha punojnë këtë drejtim. Sidomos me fëmijë që tha doktor parashkollor dhe ata fëmijë në përshkolla që janë. Mirë, po këtu të ne nuk shkohet në drejtim që të punohet ose zbulohet diçka. Derisa në Kroaci, për shembull, një model shumë i mirë, se cila shkollë ka nga një klasë gjimnaz sportiv thirrët. Do të thotë, aty mblidhen sportistët më të mirë dhe ata përfaqësojnë shkollën për herë janë. Ndërsa në Zagreb është shkolla veçantë për gjimnazi sportiv, ku kom pas rastin ta vizitoj atë shkollë, kanë qenë 8 olimpista që kanë qenë, do të thotë kanë marrë pjesëmarrës kanë qenë, plus edhe kanë marrë medalje. Kjo që do të thotë se ata kanë interesim madh që sa më shnoshta kenë rinin e jo në këtë gjendje çfarë kemi na sot rinin pa aktivitete pa ku ta diun. Një hallë e këtij zinxhiri që duhet funksionojë është padyshim edhe ushqimi i sportistëve, gjë të cilën ndoshta për shkak të standardit, ndoshta për shkak pakujdesisë në raste të caktuara nuk i kushtohet rëndësi në vendin tonë. Apo në bazë standardit të jetës në Kosovë, a mund të quhet kjo si kërkesë e luksit? Standardi i ushqimit, pasi jo të gjithë kanë mundësi për të ushqyer si kërkohet. Po, nga ajo që ka rekomanduar nutricionistika, nuk kisha me thënë bashkë është standardi i luksit. Nutricionistika të kërkon për një ushqyeshmëri të shëndosh, sa më pak sheqer të përdoret. Ti veç kemi kursy. Sa më pak kryp të përdoret, veç kemi kursy. Se yndynat të jenë në të nësuazët të asaj normales, po, diku në 20-30% të kalorive të përgjithshme, prej tyre 10% mund të jenë me origjinë shtazore, po jo më tepër. Edhe pemë perimet ketë më tepër. Unë e mendoj që këtu, tash të diskutojmë gjithë bashku, po unë mendoj që këtu më tepër është mungesa e edukimit. Se çka nuk muj me thonë se për shkaqe ekonomike nuk kemi ushqyeshmëri të mirë për një sportist i cili flen deri në ora 10-11, qohet e pi një kafe, del shëtitë diku në ora 2-3 hanë mëngjes. Nuk bën jetë sportive. Ajo nuk është në rregull se ti ke prishur atë ritmin biologjik të jetës tande. Toni, sa i kushton një rëndësi ushqimit të judo? Po patjetër pjesë shumë e rëndësishme është edhe ushqimi, do të thotë prap është një branshë cilën unë si trener nuk e njoh mirë edhe nuk jam kompetent të flas shumë, mirë po ma linden edhe në orën si garuse kulminante me cilat punoj që shkulli kanë pas 7-8 vjeç. Kemi pas shumë kontrolla, shumë teste edhe jashtë Kosovës. Edhe faktikisht ato në këto testime që i kanë pas në pasqyrën e gjakut e din çka bën edhe çka s'bën, domethënë kanë bërë edhe testet e intolerancës, ndërsa të sportistat tjerë me cilët ndoshta edhe s'kom pas kohë me u marr gjithaj shumë, ne kemi një handicap në Kosovë për shembull që për shkak të mos ushqyerjes duhur, një sportiste me nivel shumë të lartë, një sportiste që vitin e kaluar kanë folë gjithë bota për to Distria Krasniqi me 18 vjet ka bërë rezultate kulminante vitin e kaluar muajin janar edhe shkurt, qysh prej muajit mars për shkak të piteve, po shprehen ashtu në mënyrë popullore, edhe të ushqimit jo adekuat, ka shtu pesh jashtë mase, edhe faktikisht tona kur ka fillu me hu peshen,
humbja e peshës shpejt, shkakton edhe probleme në muskull, ka pas shtangime, ka pas në momente caktuar edhe probleme shëndetësore, o duft me shku në spital, edhe pse konfiguracioni fizik i saj, performanca e saj fizike e lejon ajo me garu në kategorinë cilën ka pas sukses, prap se prap nuk e ka arrit këto. Arsyeja pse kom hiq dorë, me thonë, jo me dëshirë temen, që ajo mos të garojnë në atë kategori, po të garojnë në kategori ma lartë, është për shkak se ndoshta na ka mungu komunikimin, ndoshta na ka mungu një qender që do të merrej me këtë problematik, edhe unë më u drejtu doktorit, mi thonë, doktor, ky është rast për ty, nuk është për mu, se mandena gjatë këtij ciklit kalum, gjatë vitit kemi pas disa probleme, s'ka mujt mi heq kilogram, unë normal jëm bo nervoz, se e kom para pa, është potencial, është një sportist në cilën unë kom investu 10-12 vite, mund djerës, po jo vetëm unë, dihet që për mu kriju një sportist investimet janë shumë dimenzionale, mirë po, prapë po vim në atë rrafshin e komunikimit, cilin komunikim gjithmonë po e them që e kanë obligim institucionet. Tash që jemi pranu në Komitet Olimpik ndërkombëtar, tash kemi përgjegjësi pak më të madhe. Unë për ju them që për një medalë olimpike shtetet investojnë me 100 milion euro. Këtu jënë të mendu që është letë, hajde e kem Majlindën edhe kjo e merë sigurt medalën. Nuk e merë sigurt medalën. Kur kush nuk e merë sigurt medalën. Përgatitjet për lojra olimpike janë specifike. Rreth një sportisti grumbullon mos të me 100, po me 10 njerëz gjitha profesioneve të mundshme. Mos të bëhet prap asi eufori, asi vetkënaqësi, ndoshta Majlinda është potencial dhe është favorit numër 1 për medalje të artë olimpike, po une sot e kisha nënshu që nëse e fiton bronzën, shumë kisha qenë i lumtur. Arsyeja pse unë e di sa punohet me një sportist që do të bëj garë me Majlindën, me një japoneze, me një ruse, me një franceze, këto janë edhe të cilat talentin ndërlidhin me punë dhe me shkencë. Është shumë problem. A është kjo ndërlidhje në Kosovë apo shkencë? Jo, nuk ekziston. Duhet jemi shumë real. Kosovë nuk ekziston lidhshmëria në mes federatave edhe institucioneve, do të thotë mjekësore sportive. Kur të them institucione mjekësore sportive, aty po e përfshi krejt edhe psikologun, edhe matjet performancës fizike, edhe testet e intolerancës me cilat duhet merret nutricionisti. Unë gjithmonë kom udhëtu jashtë, edhe tash që çdo problem që e kem, kom një marrëdhënie të shkëlqyer me disa miq cilët janë pikërisht branchës doktorit në Sloveni, me cilët bashkunoj, por gjithmonë me një dozë rezerve, sepse unë faktikisht përvoja më ka mësue, biseduam edhe para se ty në studio, që as një shtetit në cilin ata na shohin si konkurrencë, e tash kemi nivel, nuk ju besoj gjitha aq, as mjekëve sportistë ndonjë shteti tjetër, as psikologëve, as nutricionistëve. Pikërisht për këtë arsye, na duhet të formojmë hallka mes njerëzve të cilët janë tontë edhe të punojmë për një interes të madh. Mos bëhet tash me shku në lojra olimpike me bë hajgare. Edhe këta 15 që janë zgjidh, janë gjithë fëmijë të mirë, janë gjithë potencial i mirë, po që shku në 3 muaj s'ka asnjë aksion. Unë në Facebook ka njerë postoj kur të më kapin ato emocionet pse nuk po investohet në njërë duhun. Mos e këshirë një Majlindën e Norën, këto janë sportistët cilat janë ndërtu që 15 vite, ta sportistat tjerë duhet me investu në ta, nëse përdojnë me shku në lojra olimpike. Si sta doktorit, synojmë temi më lartë famës. Doktori i përmeni disa emrat sportistat të ri me perspektiv, po e ceku që janë iniciativa individuale. Do të thotë, ata gjdo angazhim që e kanë, edhe gjdo kërkes që e kanë të doktori është individuale. Nuk dihet aty, a duhet ata me pagu, apo doktori ja u bën pa pages, që normal së ndodhë kur kumbot, se nëse shteti angazhon doktorin edhe i thotë, je i pagun prej shtetit për që punë, atëron si trener i nxënësve, edhe që dëshiroj me pas performancë kulminante në lojra olimpike, ulem me doktorin edhe bojmë planin e ushqimit deri në Rio, deri ditën që ka me garu. Për ndryshe, nëse dikush mund flet teori, po që to, po e qitë në letër, po e diskutu bashkë me trenerin, ajo për mu është diçka e predispozume për dështim. To po e thëmë këtu, edhe në qoftë se nuk ndodhë që kjo, nuk mundet kërkush me thonë që edhe na kemi kontribu. Kontributi është veç kur une me doktorin, ose me kompetentet e mjekësi sportive, ulem edhe e bojmë planin e ushqimit, edhe plani ushqimit i cili bazohet në kontrollat një pas njëshme.
Sipas doktorit, çdo 2 javë. E në një përvojë që e kam me sportista hungares para lojra olimpike në Londër, 2 ose 3 javë të fundit, mos s'jam shumë i sigurt, çdo ditë kanë bërë test. Çdo ditë kanë bërë test me mjek. Do të thotë 2 javë të fundit garusi ma shumë ka punë me mjekun, me psikologun edhe me trenerin në anën psikologjike. Të ta mbojnë në korniza. Po, se sa që ka të bëjt diçka me ndonjë stërvitje nivelit lartë. Se stërvitje të nivelit lartë dihet cikli i përgatitjeve është 4 vjeçar. Ato parametrat e përgatitjes fizike, ajo është branshë cilën unë e një, nuk i frigona. Edhe po tregojnë rezultatet që se kom problem. Se për 100 vite që kemi popull shqiptar, shtet shqiptar, mos thon popull, Shqipëri, Kosovë, kampion botror s'ka pas. E kemi një kampion olimpik që është titulli më i lartë që kanë arrit mundësat në Shkup, do të thotë është më i lartë se mirë, po kampion botror s'kem pas dhe kemi arrit 2 vite me radhë. Por prapë po them për lojra olimpike, le t'i hapin syt. Mos të flasin në televizion njerëz që janë kompetent, edhe të ministrisë, pse edhe të Komitetit Olimpik, kot. Kemi njerëz, unë biseda që e pata me doktorin para se me hyj në studio, më la përshtypje edhe mbindi. Se e kom një përshtypje që kur të kontaktoj me dikën që është me interes për me ngritë sportistat e mi, ajo paraqitja e parë më lën përshtypje të mirë dhe zakonisht del qashtu, se e zgjata pak më shumë. Jo, pikërisht dole te programi special që në nevojitet për të bërë një analizë se ku jemi edhe ku duam të shkojmë, ku kemi cakun. Matjet morfometrike ose matjet tjera që duhet të bëhen që janë të domosdoshme, sa janë të rëndësishme për Kosovën që ta kemi një program special. Shumë mirë drejtoni e elaboroj që atë detyrën e tretë të mjekësisë sportive, ku do të jetë bashkëpunimi mes mjekut sportiv, trajnerit dhe sportistit. Është një trekanç që do të funksionojë. Nëse nuk funksionon ky trekanç ashtu si duhet, atëherë dështimi do të jetë 100%, po vetë tash nuk mirë rastet individuale mund të jenë mirë, po dështimi do të jetë bajegi i sigurt. Cili është ai? Kjo arrihet vetëm atëherë kur secili e kryen punën e vet në mënyrë profesionale. Atëherë gjitha njohuritë, gjitha punët tona do të fokusohen në ngritjen e performancave të sportistit. Nuk mundet një trajner me kry punën e një mjekut të sportiv të amarë, apo të nutricistit. Po nuk mundet as mjekut të kry punën e trajnerit. Se cili atë të vetën do të jep një që të ngritet performancat e sportistit. Qëllimi jonë është atë sportist të ngrisim sa ma lartë që është e mundun. Para se të kalojmë në atë, vetëm këtë të them. Të me të plëcu, doktor, se prap në basë kur kom shku me Malindën të bëjmë një kontrol në Sloveni, 3-4 muaj para lojra olimpike, e kom pa kartoteken që e përmeni profesori të reprezentacionit judës sloven. Edhe se cili në qatë institucion ku i kemi bo matjet, se cili sportist, ushqim sportiv, edhe matje, i kish diku borç Komiteti Olimpik Sloven, që i kisht evidentu maj, mi të regoj me emra, diku 10-15.000, se cili do të veç matje edhe ushqim që kanë marrë aty, se cili prej tyre ish borç në qatë mas. Edhe unë e logarita, thash do më dhonë që kjo që ka një parametër, që Majlinda, ose Nora, ose çdo sportist që pretendon lojrat olimpike, diku 15.000-20.000 euro në vit shkojnë për matje, për ushqim, për testime. Do të vazhdo se vish deshta me të që i bie me një kalkulim diku 60.000 euro për një sportist në ciklin olimpik. Po, unë e pash një punim shkencor ku pas të kohës së ish Jugosllavisë, kur futbolli jugoslav e dim që forse ka pas në atë kohë. Mundi me marrë me mend asnjë futbollist nuk ka pas shmangje, ndoshta disa gramshe prej peshës ideale tina. Ambestoni që prej gjithë futbollistat e Kosovës mund me thënë se i kontestue. Në përgjithësi të gjithë. Edhe pak prej tyne, ose mos them asnjë heq, nuk mundesh me gjetë që është tamam peshë ideale. Nuk din me ushqy. Vrapojnë mas një hamburgeri, mas do ushqime të shpejta, mas do pijeve me kalori të thata, që ato veç të shojnë peshë. Ishte fjala të testimet morfofunksionale. Janë shumë të rëndësishme, janë të domosdoshme. Në momentin e parë që marrim sportistin, nëse nuk dojmë me punu në mënyrë paushale, na duhet ta bëjmë një diagnostikim inicial, gjendjes iniciale tina.
Diagnostikimi bëhet kur bëhen matjet morfometrike të trupit, nxirret një kompozicion i trupit të tij, ku do të kemi përqindjen e indit diamor, sa kilogram ka masë diamore, sa kilogram ka masë jo diamore, masë muskulare, ku është pesha ideale, sa ka shmangin ka pesha ideale. Pastaj do të bëhen testet funksionale, ku do të nxirret përgatitja kondicionale e tij, sa e ka VO2 maksimumin. Pastaj do të nxirret forca eksplozive e tij, sa kilogrametër në sekond e ka forcën eksplozive apo forca repetitive. Këto do të përsëriten. Unë në para emisionit me drejtonin thash se këto bëhen çdo 2 javë unë në qendër. Pse unë kam sportistat pak më afatgjatë. Po, sigurisht se me afrimin e terminit të garave, këto do të shpeshtohen. Të kalohet në atë mikrociklin javor, mikrociklin ditor, po edhe në orë. Unë shumë herë ju thëmë klubeve, kështu në bisedë me përfaqësues trajner, pse e detyroni mjekun e klubit me bajt ujë? Po pse nuk e lypni maksimumin e tij me dhënë? Çka duhet me dhënë? Kur gjë nuk i kushton me mat një puls, me çfarë pulsi po hyn stërvite, me çfarë po del. Kur gjë nuk i kushton me mat peshën, me çfarë peshë po hyn stërvite, me çfarë po del. Edhe në çat mënyrë ti e përcakton shkallën e dehidrimit të tij. Sa duhet me marr lanxhe? Ushtrojnë 2 orë edhe ju japën vetëm ujë të pastër me pi. Kundër çdo rregullit nutricionistikës është kjo. Diet, dhe në sa minuta do të më ushtru, sa ujë do të me pi, sa mililitra do të me pas rehidrimin e ti. Besoni, testet që i bëj unë në qendrën time, asë një Kosovar nuk u mujt me gjetë dhe i tash që ka qenë i rehidrum si duhet. Ka ardhë një Gjermani Eulexit, 52-3 vjeqar, tip-top, se i kushta rëndësi vetës dhe. Të gjithë që unë vinë të dehidrum, qofshin sportista, qofshin jo sportista. Po e lidhe me pyetjen e parë, pse s'dina për vllaz me pi ujë, askush do të më mësu. E këtu është qëllimi edhe rëndësia mjekësisë sportive që të merr pjesë në edukimin, edhe trajnimin të sportistëve, si duhet të jetojnë një jetë të shëndosh. Matjet morfometrike janë shumë të rëndësishme, nëse kemi diagnostikuar gjendjen iniciale. Na vyjnë matjet, modelet sportistëve ta, për shembull majlindën. Na s'kemi asnjë parametër të saj. Apo të norës, apo të futbollistëve i kemi futbollistat që luajnë në ekipet e forta, po. Edhe nëse unë kum tentu me marr një gjakën po duket, po s'ka pas kush që ma bjen. Mi bë matjet, edhe në atë mënyrë na kishëm me formu modelin e sportistit të dëshiruar. Edhe kishëm me përcaktuar gjendjen finale të dëshiruar. Prej gjendjes iniciale ku po dojna me shku, ku po synojnë. Edhe tash, për me mbritë kjo, na duhet me përcjell me gjendje tranzitive, matjet e vazhdueshme çdo 2 javë. E tash, sigurisht se vështirë do të mbrim aty në gjendjen e dëshiruar, po dikun afër saj sa më shumë të shkojmë. Pa matje morfofunksionale, këtë është mënyrë paushale do të punohet. Profesori, sigurisht ka diçka edhe për sportin shkollor edhe për prindrit që synojnë të kenë fëmijët e tyre atlet të arshëm, sportist të arshëm. Një pyetje që ndërlidhet me këtë. Më parë është ndaluar uji, përdorimi i ujit, që përmendet gjatë aktiviteteve fizike. Tash po ndodhe kundërta, si shpjegohet kjo? Ndoshta edhe profesori nga përvojat e veta me sportin shkollor na tregon nëse aplikohet uji ose jo. S'është problem. Te uji unë thashën këti kem të dehidruar. Unë kum pas rast një trajner, po më lavdërohet, po thotë doktor. Se është konsideruar i dëmshëm pija e ujit gjatë stërvitjeve për mëdha. Kjo ide ka qenë para 20-30 viteve. Po nutricionistika me hapa të mëdha po ndryshon. Edhe tash, dihet rëndësia e ujit në organizëm, dihet sa duhet të jetë rehidrimi. Edhe t'ju them kështu, masa më e saktë për rehidrim të popullatës është 30 ml për kilogram peshë trupit në gjendje kur jemi të ndajt sikur na që po bëjmë muhabet. Po kur hyn në aktivitete fizike, do të shtohet. Deri në çfarë mos? Do të shtohet. Pavarësisht sa shpenzon, ne thash duhet matet pesha para dhe pas. Ajo është një mënyrë shumë e mirë. Pastaj mund të orientohemi në ngjyrën e urinës, mund të orientohemi edhe në analizat laboratorike që bëhen në organizëm. Mirë po, uji shumë rrethjesht, merre veturën, po do mundis me shku te dritonin pej, mos i qit ujë hiç, ose qiti pak ujë, s'mundesh me shku në gjys rrugës i mbetesh, i njëjta gjë është te sportistët. Përveç kësaj do të shtoja diçka që edhe pasqyra e gjakut është shumë e rëndësishme në këtë rast, tek sportistët. Mungesa e vitaminave tek sportistët shkakton probleme të mëdha. Përveç se shkakton probleme në mos arritjen e asaj që dëshirojmë, edhe smundjet janë theksueshme në çfarë do mungesë të vitaminës. Ta marrëm për shembull në një kampionat, jo kampionat, por në Olimpиадën në Londër.
Një sportiste e cila është verifikuar ma vonë se ajo ka pas mungesë të hekur dhe nuk ka mujt me absorbue sa duhet oksigjenin, sepse hekurja mundson absorbimin e oksigjenit të gjatë. Kështu që edhe këtu duhet jemi të menshëm. Unë si praktikoj, ta që ashtu si e tha dhe drejtori, kemi do më shësi që nashta edhe studios do të na jepet rastit të thomë se janë ato që kemi hasa dhe që ashtu do t'i mbajnë. Në shefësi, profesor, i kem për ato shtetet Jo. që kem konkurentin. Na përcjellin edhe jashtë, Toni. Na përdorëm të servitje dhe për herë është i obliguar fëmijët të ketë lëngje para vetit. Po çfarë lëngjesh? Lëngje vetëm natyrale. Kurse se lëngjet të cilat janë gjine në për shqiptarët tonë të quaj ashtu. Ato janë të obliguar secili të ketë lëngun e çdo fruti që ai e dëshiron për shembull. Ti marrojnë shpe dhe për gjatë asaj kohës stërvitjes që të pijë. Një tjetra, se cili lëng ka karbohidrate që i përbën e vete, një prej tyre është më e preferueshme kjo qumshti çokoladë. Do thotë, ajo është shumë e preferueshme për sportist dhe ka edhe disa çajna tjera që i preferojnë në gjatë stërvitjes. Mund të kyçem, falë një sekondë, Artan, se këtu është me rëndësi të kyçemi. Tek rehidrimi që përmendi profa, deri në 1 orë mjafton vetëm ujë të pastër. Mbi 1 orë mund të mirën lëngjet, po, shtesë të tretuna. Dikun deri në 6% mund të jenë tretuna, për arsye se në atë mënyrë do të mund të absorbohen. Nëse ka që janë lëngjet e blemet deri në 8-10%, atëherë ato e tërheqin ujin në zorë e japin problem. Kupton. Mirë po, të qumshti me çokoladë preferohet pas ndërprerjes së stërvitjes 20 minutat e parë të konsumohet. Për arsye se ka karbohidrate, ka proteina. Edhe tash në atë moment muskujt janë të them në mënyrë popullore me gojë hapur. Edhe janë të lënduar, prej se çdo stërvitje lëndon muskulin. Edhe tash në atë kohë karbohidratet e ngrisin glikemin, nivelin e sheqerit që ka zbrit, ndërkaq që e provokojnë lirimin e insulinës. Po insulinën, tash proteinat që i përmban qumshti, e angazhojnë insulinën në sintezën e muskujve e nuk e lojnë në zbrazjen e glukozës nga gjaku. E kjo është ajo pse preferohet në 20 minutat e parë. Atë çka mund të arrijmë të sportistat në 20 minutat e parë pas ndërprerjes së aktivitetit fizik, nuk mund të arrijmë pas 40 minuta apo 50 minuta. Kështu që është shumë e rëndësi këto të mirën 20 minuta e ndërprerje aktivitetin fizik, ka pas rehidrimin e mjaftueshëm, me njerë të konsumohet kjo. Ose ato kost me fruta, me rëndësi është të mirë në mënyrë natyrale. Dalim të një temë që është brengose jo vetëm për shoqërinë kosovare, por edhe për sportin në përgjithësi, posaçërisht për investimet që shtetet të ndryshme i kanë bërë në rrugën e tyre drejt Olimpiadës te sportistë të caktuar. Është lufta kundër dopingut. Luftë cilën në Shqipëri e kanë përjetuar sidomos në peshngritje. A ka Kosova laborator antidoping? Jo, më s'ka Kosova as Shqipëria. S'ka Malizi, as Serbia, unë sa e di nuk ka. Ki në Greqi, ki në Zvicër, Itali, Gjerman, është laborator bëjegi i shtrajt. Slovenia ka? S'ka në Slovend? Nuk e di. Veç e di që është laborator bëjegi i shtrajt. Në Sloveni, kjo është, do të thotë, dopingu është tash, më thonë, problemi njajtë, sikur që e cekëm deri tash, qoftë se nuk luftohet dopingu, prap jemi të pabarabartë. E ki po çfarë informacioni dul para disa mujsh që shumica sportistëve rusë në lojra olimpike në Londër kanë qenë dopinguar në Xenodin kanë përdorur. Nuk e njeh as laboratori. Faktikisht, ju them diçka konkretisht. Sportistët rusë dhe kineze, cilat garojnë me majlinde, shquhen për performancë fizike të jashtëzakonshme. U më thonë, jo femërore. Unë kur e them këto, ju them diçka sinqerisht. Sportistë më të përgatitur se majlinden fizikisht. Në botë nuk ka, kategori të saj. Edhe stërvitjet që i bën, ku kemi shku deri tash, përveç japonezëve nuk e njoh metodologjinë e stërvitjeve tëne, me siguri sushtron kurkush më shumë se ajo. Do të thotë performancën fizike e ka perfekte. Mirë po, në luftë me kineze dhe me një ruse që i ka kundër kandidate, ideja është që ato kur të kapin atë kimonën e judos, nuk ka kush që ja u hiq dorën. Do të thotë kemi të bëjmë me një forcë që nuk është normale për një femën me peshën 50. Se nuk arrihet edhe vetëm me ushtrime fizike. Kjo nuk është veç mendimi im. Kjo është mendimi bile Majlinda kur bën luftë me një kineze,
thot sikur murre me një burr. Se ajo edhe i përngjan fizikisht me këshyr i përngjan një mashkull. Faktikisht ka një prej dopingave që mas shumë t'jo përdor, këto i shtetet komuniste është që femrave ju jepin qasi substanca që ato bëhen, do të thotë kalojnë ka gjenë mashkullor, po hormonal. Edhe faktikisht e krijojnë forcën sikur një mashkull. Edhe në këtë drejtim na jem të herë këta që janë të pastër, janë të pa barabartë, sidomos në sportet forcës. Edhe Majlinda është në atë sistemin Adams, doktori në shta e dini që ka është, apo në shta si karo se është për nivelin e lartë sportistave, sistemi Adams është sigur me qenë 24 orë i kontrollum prej policisë. Do të thotë, Majlinda çdo lëvizje që e bën, gjatë 12 muajve, 24 orë, në ditë, 7 ditë në javë, duhet me ditë ku është. Edhe ai sistem e kom të instalu mëne, e ka të instalu Nora, se ato e kemi pak si IT në thonë të ekipit, edhe Majlinda. Do të thotë, nëse ka me shku Majlinda në Bullgari, edhe nuk shkon t'i dush me shkru, se ata që ashtu rrugës, kur të mërinë, që atë ta bojnë doping testin. Arsyeja pse e thash që në Sloveni ka, është se na gjatë përgatitjeve për kampionat botëror kemi qenë në Bjeshk, edhe na kanë ardhur në kontroll bëfasishme diku ka ora 19:30 në mbrëmje, ku na kemi qenë të pushu. Ka qenë diku 3-4 javë para kampionatit botëror. Veç kur janë ardhur tut edhe tha doping kontroll, se kështu mbas garave është rutinë. Medalisti i art e ka gjithmonë me do e mos, do të shkon sigurt në doping test. E këta pi medalistave pi vendi 2 deri në 7 zgjidhen 2 me shart. Kështu që kemi pas, ndoshta me drejton, ajo mundet me qenë qendër kolektuese, se ata po dojnë kur kanë pas një bisedë me Besimin, ka qenë pretendimet në Kosovë me bë qendrën kolektuese. E merr sportistin, doping kontroll, ja merr mostrën, e paketon edhe e qën në ekzaminim. Ka mundësi se është shumë laborator i shtrenjtë. Mendoj Slovenë s'kan sport shumë të avancuar që me bë atë laborator si kushton shumë. Mirë, po kur jemi te dopingu, nëse kemi kohë. Dopingu na pedim që është përdorimi i substancave, mjeteve, metodave të ndryshme për ngritjen e performancave të sportistit në mënyrë jo fair. Po gjithmonë është një hap para mjeteve antidoping. Tash substancat, kem substanca stimuluese. Amfetamina, derivatet e saj, e largojnë, e shtyjnë pragun e lodhjes. Pastaj narkotik të ndryshëm që e minimizojnë ndjenjen e dhimbjes. Pastaj kemi substancat anabolike, ato që i përmendëm, të cilat janë hormone mashkullore, e që janë mundu shkencëtar lumtus në mënyra të ndryshme që të eliminojnë atë efektin androgenik, veprimin hormonal. Po të lajmë vetëm atë anabolik në muskull të ndikon. Mirë, po prapë ka veprimin edhe androgenik. Po, ndërkaq metodat e ndryshme janë transfuzioni, marrja gjakut 3 javë përpara, mandej transfuzioni i gjakut, barcit e ndryshëm të oksigjenit artificial që janë shumë të rrezikshëm për shëndet, dopingu me gjene, edhe ksenonin të përmendëm, kur ishte tek Rust. Kanë përdor gazin ksenon. Momentalisht është në diskutim në WADA se a do të futet në listën e të ndaluarave apo jo, po momentalisht nuk është. Edhe çka bën ksenoni? Ksenoni e provokon lirimin e prodhimin e eritropoetinës. Hormon ky që ndihmon në prodhimin e eritrociteve. Edhe rrit qëndrueshmërinë aerobe të sportistët. Nuk kupton. Këto janë ato që te na a përdoret? Përdoret. Mbas bisedave që kum pas me sportistë përdoret. Po a jemi si forcës. Kemi pas rast në pej sportista të bodybuilding që kanë përdorur masat paliushme dhe kanë vdekur. Edhe sidomos që kanë pas probleme shëndetësore shumë, se këto sportet e forcës në Kosovë realisht s'kan kurfar kontrolle. Janë disa disiplina që edhe në nivelin botëror identifikohen me probleme, qiktizmi në përbot ka patur skandale nga më të për atë arsye ato federata, cilat janë botërore, nuk janë program me WADA, ato nuk janë federata serioze, ato janë federata private, cilat sportin e Kosovës e kanë degeneru shumë mbas lufte me tituj në thojza kampionave botëror që i kemi me qindra në Kosovë, e kur erdhë Majlinda dul që është veç një, pikrisht këto janë që ato, do të thotë këtu, kur shkon diçka ka degenerimi, shkon në gjitha drejtimet, edhe pikrisht në ato federata nuk ka kurfar kontrole dopingut. Ti mundesh me përdor çka dush edhe ti nuk është ajo korrekt, faktikisht pi te i kalon
i kalon edhe misionin e sportit, se misioni i sportit fillimisht është shëndeti. Qofse nëpërmes sportit mu arrit shëndeti, një edukim, edhe profan këtë sistemin edukativ shkollor, do të thotë sportet duhet me pas hapësirë dhe me qenë në sistem edukativ, jo vetëm një sport, po disa sporte për shembull në shtetet ndryshme ka, kështu që po besoj që... Toni, nëse më lejohet me që jemi të përgatitjet e sportistëve të bëjmë një shkëputje me një historiet, cilën e kemi përgatitur pikërisht nga përgatitjet e përfaqësuesës në boks, që ka shfrytzuar klimën më të butë në Durrës atje për të zhvilluar përgatitjet, për të kthyer te tema antidopingut dhe hapat që duhet të ndërmarrë Kosova. Pra të përcjellim historien nga përgatitjet në golem të përfaqësuesës së Kosovës në boks, 4 antar të përfaqësuesës në drejtimin e 2 strategëve Xhevdet Peci dhe Mehmet Bogojevci. Përfaqësuesja e Kosovës në boks po qëndron për përgatitje intensive në golem të Durrësit. 4 bokserët e ftuar të përfaqësuesës sonë Armend Xhoxha, Violant Sulemani, Besart Kuraski dhe Nasser Shala do të qëndrojnë për 3 javë në urdhrat e përzellësit Xhevdet Peci, si dhe nën kampionit të botës në boks Mehmet Bogojevci, i cili tashmë afër se sa asnjëherë më parë ka treguar për kushtimin e tij për të qëndruar pranë bokserëve tan për të bartur përvojën e tij. Mëngjesi gjen bokserët në plazhin e Durrësit, ku po zhvillohen përgatitjet për sfidat e që i presin qysh në javën e parë të shkurtit. Klima bregdetare dhe kushtet e mira në akomodim po u krijojnë mundësi këtyre bokserëve të punojnë në kushte optimale. Pas tërvitjeve të mëngjesit dhe pushimit ditor, mbrëmja i dedikohet përgatitjeve fizike e teknike në kabinetin e boksit, i cili është vënë në shërbim të përfaqësuesës sonë nga klubi i boksit të Uta nga Durrësi. Po përgatitjet një me fazë e lasme me vërtet, po përgatitjet po shkojnë shumë mirë. Si që patë edhe vetë, kjo është fillimi për përgatitjet që po zhvillojmë në Durrës dhe dihet që përgatitjet po zhvillohen me strategë më të mëdha të Kosovës dhe Evropës, Xhevdet Peci dhe Mehmet Bogojevci, më të njohur që i kemi. Dhe servitet forta është momenti që i tregojmë Kosovës se edhe boksi mund të ecë përpara të cilë medalje. Armend, para jush, si duket një ditë si fillohet këtu në plazh, pam që filloni me përgatitje për të vazhduar dhe në palestër? Po, në mëngjes, si që sportistët fillojmë në plazh me vrapim, për kondicion dhe mbrëmje, kemi këtu në sallë që na ka ofruar klubi i Durrësit dhe vazhdojnë servitet forta. Si mëngjes, ashtu edhe në mbrëmje. Kam ndirin që përfaqësoj Kosovën, me Armend Xhoxhën, Violant Sulemanin, si dhe Nasser Shala dhe shumë bokserë tjerë. Ne bëjmë në mëngjes shumë në ora 7, bëjmë vrapimin dhe kemi pak zgati ato dhe në mbrëmje vim këtu për në thosë dhe ka pak që bëjmë sparring në Rozeli. Ne jemi njoftë edhe më herët me antarët e boksit që përfaqësojnë Kosovën, domethënë, është Armend Xhoxha nga klubi Prizrenit dhe Besart Kuraski nga klubi i Gjakovës. Jemi duke stërvitur për sfidat që do vinë në Hungari dhe në Bullgari. Jemi të stërvit 2 herë në dite, në mëngjes vrapim dhe mbrëmje në klubin e boksit në Durrës të Uta. Këtu klima pak më butë, ju ka qenë më mirë për përgatitje? Është më animu shumë, domethënë se ndrimi është për boksera shumë ndryshe me ushtrimet që i kemi në Kosovë, po mënomi mu ambientu edhe me këto ushtrimet në Durrës. Pas seancave stërvitore të antarëve të klubit të Uta, ky ambient është i gjithë në dispozicion të boksjarëve nga Kosova. Prezenca e 2 emrave të njohur të boksit kosovar, Bogojevci e Peci, rrit motivin edhe të bokserët të rinj dursak, të cilët shohin se si punohet në kampin kosovar. Ndërsa për antarët e përfaqësuesës sonë ishte mirëseardhur vizita e presidentit Ramadan Selimi, i cili po qëndron duke i motivuar dhe siguruar mbështetje të vazhdueshme. Sërit e stërvitjeve të ndryshme në ring apo edhe në thas bëshin në kozgjatje prej 3 minutave, duke imagjinuar kohën e një raundi e bokserëve, përveç pauzave të shkurtra, u desh që të ballavaçoheshin edhe me stërvitjet që zgjasnin 10 raunde.
por kjo ishte vetëm në ditët e para të stërvitjeve, me që me rritjen e nivelit të përgatitjes fizike, intensiteti i përgatitjeve do të shtohet akoma më shumë. Mendoj se kanë mirë pritur pjesëmarrjen time mjaft mirë këta djelmosha. Unë kom ndi për obligim që këtë përvojën time gati 50 vjeçare, cilën e kam në boks, pjesëmarrjet e mia në lojra olimpike, në kampionate botërore evropiane, atë përvoj ta bartin deri tek këta, që këta të vazhdojnë. Mendoj se ajo është një gjeneratë jashtëzakonisht e talentuar dhe kanë vullnet për punë. Janë shumë të ri, janë shumë pa përvoj, po jam i bindur se shumë shpejt këta do të bëjnë rezultate të lakmueshme. Unë jam i bindur se spaku 2 vjet do të plotësoj normën olimpike dhe në Rio 2016 të jemi spaku me 2 boksierë pjesëmarrës. Unë shpresoj gjithsesi që personalisht Gjoxha është një prej kandidatëve kryesor, duke mos anashkaluar edhe të riun Irland Sulejmani, i cili është mjaft i talentuar dhe vetëm duhet punë me te, kurse testin e parë kanë në Hungari, ku djes që do të marrë pjesë Vjelanti, do të marrë pjesë Kurhasko dhe edhe Shala, nëse Shala. Këta tret, me siguri se shpresoj që pa medalje nuk do të kthehen prej Debrecenit të Hungarisë. Kështu që radha tjetër është në Stranxhat Sofijës. Aty është një si që dini edhe vetë është një turnir mjaft i fort, një prej turnirë më të forta në Evropë, dhe mendoj me këto përgatitje që do të vazhdojmë, ne do të vazhdojmë ciklin e përgatitjeve, nuk do të ndalemi si të kthehemi nga Debreceni, me siguri se prapë do të shkojmë në përgatitje, dhe kështu që shpresoj, unë kam një shpresë jam mjaft madhe për rezultatet mira. Me të vërtet me ndihmën e donatorëve, që mund të them që këtë vit do të presim donatorë, kemi shpresa shumë që do të na përcjellin, dhe me ndihmën e vetë Ministrisë së Sportit, unë besoj që edhe përkrahja nuk do të mungon, kur dihet që edhe kemi një bursë olimpike për Armendin, që nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që ju ka ndar, kështu që besoj që nuk do të mungon as përkrahja financiare, dhe kështu që mendoj që me të vërtet ne shpresojmë dhe mendoj që patjetër këta bokserë do të na sillin dhe randin tash mas judos, besoj që do të ketë boksi që do të sjellë medalje në Kosovë. Përfaqësuesja e Kosovës në boks do të qëndrojë në Durrës deri në javën e parë të shkurtit, para se të niset për në Hungari, ku do të marrë pjesë në turneun e 58 Boshka Ishtvan në Debreceni. E pas 2 javësh do të jetë edhe pjesë e turneut të një orë Stranxhat, që mbahet në Sofje në fund të shkurtit. Gjatë qëndrimit tonë në Shqipëri, shfrytëzuam rastin të vizitonim edhe kampin e klubit të futbollit Hajvalia, skuadrë e cila synon që me prezantimin e saj gjatë pranverës të rëmbej edhe titullin e kampionit mbas edhe të Kupës së Kosovës në futboll. Në ndërtimin e Ismet Munishit, Hajvalia në Durrës po zhvillon përgatitjet, cilat ju ftoj që t'i ndisni në bazë të kronikës cilën e kemi përgatitur në vazhdim, e pastaj do të kthehemi edhe me pjesën tjetër të bisedës me të ftuarit në studio. Një prej klubeve që ka më së shumti përforcime gjatë mini afatit kalimtar të janarit tash është koncentruar me punë dhe përgatitje për sezonin pranveror. Hajvalia mbylli pjesën vjeshtore të kampionatit në pozitën e dytë, e tash në ndërtimin e Ismet Munishit po mbush bateritë për të filluar sa më fuqishëm pjesën pranverore.
Hajvalia ka zgjedhur lokacionin të Shkëmbij Kavajës në afërsi të Durrësit për të bërë përgatitjet e para të fillimit të pranverës. Ambientin në hotelin ku përqendron klubi kosovar pas mëngjesit me stërvitje dhe drekës shndrohet në një ambient konsultash dhe udhëzimeve teorike që Ismet Munishi ka për secilin prej tyre. Strategu Munishi as këtu s'mund të ikë fjalorit të tij tashmë të njohur për motivimin e futbollistëve. Prej sotit jam. Fillon rruga jon drejt titullit kampion. Azemi gjithmonë në kulacit Azem. Imi mësuar që t'i njohim si gladiator lojtar që janë në urdhrat e Ismet Munishit. Për kësaj radhe përdore për secilin repart terminin një komandanti. Çka do të thotë? Po normalisht është boshti i ekipit që përbëhet prej lojtarëve me përvojë. Në këtë rast kemi Alban Dragushën, e kemi Azem Ahmetin, dy lojtarë mjaft cilësor. Edhe janë lojtarë që unë prej tyre kërkoj përgjegjësi pak më të madhe, që edhe të komandojnë gjatë lojës. Qëndrimin në Shqipëri, Ismet Munishi dhe shtabi që drejton do ta shfrytëzojë edhe për disa miqësore. Adresa e parë ishte në Kuçov, ku takuan me ekipin me traditë të këtij qyteti naftetarin që daton nga viti 1928. Moti me shi dhe kushte të vështira për lojë. Këto ishin vetëm disa sfida të reja për të përzgjedhurit e Munishit. Kryetrajneri i Ajvalis megjithatë kishte vendosur që të respektojë tërë skuadrën në miqësorën e parë ndaj naftetarit. 45 minutat e parë u besuan një ndeshjes së kombinuar mes lojtarëve titullar dhe atyre të rinj, kurse në pjesën e dytë në fushë inkuadrua komplet një ndeshje tjetër. Po, kemi respektuar gjithë skuadrën për arsye se gjithë kanë punuar mirë dhe gjithë meritojnë rastin, domethënë në këto ndeshjet miqësore. Ndërsa duke shku nga afrimi i kampionatit që do të fillojë në fillim të marsit, atëherë do të përcaktohemi për 11 startuese në varet edhe prej kundërshtarit çfarë kemi, edhe kemi fond lojtarëve të mjaftueshëm edhe e meritojnë gjithë rastin. Klima, atmosfera në klub, përgatitjet dhe ardha e përforcimeve dukeshin se Hajvalin e kanë sjellur në nivelin e skuadrës që më të drejtë mund të pretendojë shumë për sezonin që po afron. 2-3 ditët e fundit për Enis Zabërgjan ishin pa fat për shkak të një rendimi të lehtë në gjuhë. Ai megjithatë beson se do të kthehet më i fortë për sfidat që presin me skuadrën e Ajvalis. Ajvalis janë të shku shumë mirë, unë kam një lëndëm të lehtë, po edhe ku mujt edhe sot me lu, po nuk u ndoshtur me rreziku. Kur gjë këto jena që 3 ditë kena ardhur në dorës, po kalojna shumë mirë, atmosfera shumë e mirë në ekip. Inshallah kem fat edhe na shkon çështë më së miri. E Munishi e ka një formë tjetër për ta motivuar Zabërgjën. Thonë drejtën, Zabërgja nuk është lojtar që shumë në lutë për këto terene, për hyjmë për fusha më të mira pak. Po normal se na e kemi ambicet tona që nga fillimi me përforcimet që kemi bërë dhe pikat që kemi mbledh sezonin e kaluar e kemi që të fitojmë titullin e kampionit dhe mendoj se është një krijesë mirë duke pas parasysh se në kanal dhe domethënë do lojtar të ri, kështu që synimi jonë është titulli i kampionit, kështu që mendoj se kemi bërë mirë që kemi ardhur për shkak se kushtet që vjen në Kosovë atmosferike janë shumë vështira, kështu që mendoj se kemi bërë mirë që kemi ardhur këtu. Mendoj se është trajneri i dur për shkak se ky është është bë kampion me Lam Kosovën, kështu që atë frymin e kampionit e ka sjellë te na, kështu jena bën një ekip shumë homogjene, kështu që ka ardhur për titull kampionit dhe besoj që do dalim prapë kampion. Po, mbas 20 ditë, mbi 20 ditë përgatitjen në Kosovë, vrapime, faza e parë është e vështirë normalisht, këtu është klima më e nxehtë, kushtet janë pak më të mira. Kjo është ndeshja e parë, besoj se ndeshja e parë, ndeshja e dytë vlen vetëm sa për komponimin e ekipës, harmonizimin e reparteve. Është duke shku mirë, nuk janë edhe stërvitje shumë trona që mos e mundin përballue.
Dy kronika nga përgatitjet në Durrës të përfaqësuesës së Kosovës në boks dhe të klubit të futbollit Hajvalia. Folëm edhe më herët për përgatitjet e sportistëve tanë, fokusi kryesor gjatë bisedës dhe nga përvoja e vet tonit ishte u përmenden ambientet apo viset malore. Ndryshe nga praktika që sapo përcëllëm. Cila prej këtyre është më favorshme për përgatitjen e sportistëve? Malet apo deti? Shkurt, malet, po tash edhe do të janë disa specifika. Në natësi mbidetare, nivel 0, sa është aty në Bregdet, me aktivitetet fizike që do të paktën të zgjasin 3 javë ditë, do të rritet vëllimi i gjakut, po jo eritrocitet, jo numri i eritrociteve. Ndërka që aktivitetet fizike që bëhet në lartësinë mbidetare mbi 2000 metra për dikun 3 javë ditë të paktën, do të rritet, do të shtohet edhe vëllimi i gjakut, po edhe numri i eritrociteve. Pra në këtë mënyrë do të bëjmë një dopingim natyral, pa e damtu shëndetin e sportistit. Tash, ai numri i eritrociteve që do të shtohet, tash mundi nëse nismi nga fakti tjetër se jetëgjatësia e eritrocitit është 120 ditë, mundi me marrë me mend se pas kthimit në Prishtina ka dikon 560 metra në altësi mbidetare, se çfarë freskie, çfarë force do të ndijnë sportisti në zhvillimin e lojës së tij. Përndryshe, unë kum kritikuar në bisedë me shumë trajner, ju kum propozu që mos shpenzoni, nëse veç i keni mjetet, shpenzoni aty ku duhet. Shkoni në altësi mbidetare, sa më nalë, dikun 2000-2500 metra në Segjem, në Kosovë. Po në këtë drejtim, s'po kem qare pa e fajsue qeverinë e Kosovës, sepse e ngrata shumë ka sulme, po këtu duhet me ba një qendër të sportit. Një qendër për përgatitjen e sportistëve, kemi bjeshk shumë të mira. Qendër kombëtare le të jetë, kemi bjeshk shumë të mira që i plotësojnë këto standarde në 2000 metra, mund të jenë, apo aty diku në afër se s'kam jo një sajë, po janë mbi 1500, edhe sigurisht se do të jetë shumë fitim prurse. Se të gjithë sportistët do të synojnë aty të bëjnë përgatitjet e tyre, e jo të shkojnë në për Bregdet. Nga një bisedë që kemi patur javën e kaluar pikërisht në këtë studio direkte nga Miniu me Haxhi Krasniqin, që po bëhet gati me 21 mars të luftoj për titullin e botës. Haxhiu është pikërisht në malet e Bayernit, duke ushtruar me strategët më të mirë kondicional gjerman. Toni, përvoja juaj, por edhe në sportin shkollor me Bregdetin apo me malet? Po faktikisht dihet mirëfilli sidomos mediat në Kosovë dinë që ne janar gjithmonë shkojmë në Mittersill në Austri. Faza e parë e ciklit pranveror të garave, mandej para kampionatit evropian dhe botror, pothuajse si bazë kemi bërë rrogullën e Slovenisë, një qendër olimpike, cilën e ka ndërtuar shteti sloven, cilët i kanë diku 10 qendra olimpike në nalësi mbidetare mbi 1500 metra, shumicën e tyre i kemi frekuentu, por rrogulla i plotson kushtet për sportin e judos, dhe faktikisht përgatitje në Bregdet s'kemi pas pothuajse që 10 vite. Do të thotë praktika e jonë dhe performanca e sportistave të mi bazohet që përgatitjet bazike gjithmonë i mbajmë në altësi mbidetare mbi 1500 metra, e dëshirueshme është gjithmonë më shumë. Mirë po, në Planica të Slovenisë e ka një qendër olimpike jo shumë e madhe, po është për sportista kulminant, në cilën qendër janë kriju kushtet tilla që në palestrën ku stërvitet krijohen kushtet në mënyrë artificiale që ndjenja e sportistave është edhe oksigjeni është qaq i rrallë sikur me stërvit në 3000 metra në altësi mbidetare, e aty i kanë edhe dhomat e posaçme në cilat flejnë sportistat kulminant cilët përgatiten për lojra olimpike, e ku në momente caktuar në këto dhoma krijohen kushtet atmosferike, po gjithmonë edhe çdo moment me ekipin e plot të mjekëve, kur sportisti bjen në gjumë deri në 6000 metra në altësi përgatiten sportistat në dhomat e tyre të veçanta. Por gjithmonë po e them me ekipin komplet mjekëve, çaq sa na kur shkojshim në ato dhoma ndonjëherë thëshin s'bën me ndajt me qëndru gjatë, për shkak se ata që janë të përgatitur që nuk janë të ushtruar, me shku në mënyrë graduale mundet më ra të fikt. Kështu që realisht jemi shumë rapa, edhe e përqafoj idenë e doktorit, edhe po mendoj që Kosova me bjesht që i ka shumë të mira edhe me kushte shumë të vëllitshme për me ndërtu një qendër olimpike do të ishte me të vërtet diçka e jashtëzakonshme, sepse aty ndoshta do duhet bëhej edhe qendra e mjekësisë
sportive në mënyrë që t'i përcjellin sportistat kur të vinë në përgatitje. Por patjetër bjeshka para Bregdetit. Përvojat e sportit shkollor me përgatitjet? Edhe unë do të thoja Ndoshta edhe të notit, mos kufizohemi të sportit shkollor. Me dy parafalqet, bilet notit tash me këto të rejat ka dalë se e njëjta gjë që tha dritoni dhe doktori, nalësia i bën të vetën, mos të flas krejt ose të përsëris gjona që i përsërit dhe doktori, kështu që unë po çuditem se në një nivel tillë ta quaj në zero pushtrohet, por ata e dinë të paktën, por unë nuk pajtohem me atë. Do të thotë nalësia është gjithçka për sportistin dhe kuptohet ajo 21 ditë dhe pastaj që të vihet poshtë dhe është ajo kur thuhet të flajmë nalt, të shtrojmë poshtë, ose edhe kundërta. Të shtrojmë poshtë, të flajmë në lartësi, ta quaj ashtu. Edhe ajo metodë përdoret, kështu që ka plot metoda të cilat na çojnë përpara për ndryshe. Po, lidhje me këtë kisha më dhënë një informatë. Kenjasët, atletët e Kenjis, ne dim që janë të pa poshtën në atletik, po në rapid. Veç të përshkuj se çfarë stërvitje bojnë. Ata vinë nga zonat e nxehta. Jo, 3 deri 4 herë në ditë stërvitin, nalësia mbidetare mbi 2000 metra, 55% të stërvitjes me ngarkesë të frekuenca diku 90 deri 95% të frekuencës maksimale të zemrës. Mbi gjysma stërvitjes, po shkon në anaerobe, 95% është anaerobe. Para mendon në nalësi mbidetare mbi 2000 metra, 3 deri 4 herë në ditje, ku mos mu zhvillu trupi tyne. E keni pa gjoksin e tyne, do me pëlqit. Rritet të vëllimi si edhe i mushkrive. Për fund, çfarë mesazhi duhet të bartim për lojrat evropiane olimpike që na presin qershor, por edhe lojrat olimpike verore në Rio de Janeiro në verën e 2016-s? Mjekësia sportive dhe sporti, roli deri atje zbashku, çfarë duhet Kosova të reagojë së shpejti? Mirë, koha është shumë e shkurtë. Gjithsesi duhet të jetë bashkëpunimin mes mjekësisë sportive dhe sportit. Për këtë kohë të shfrytëzojmë aq sa kemi mundësi. Mirë, por unë prapë mendoj që qëllimet tona duhet të jenë pak më larg. Jo Brazili, po le të jetë për shembull as olimpiada, ashtu po një e tretë olimpiadë. Aty atë që bisedum të seleksionimi i sportistëve, aty të investojmë. Fëmijët tanë të përgatiten të zhvillojnë vitin 2024 prej tashit. Po mirë, unë po mendoj që ti kem synimet pak më të larta, jo të shohim veç këtu afër se si jemi kurkund për me arrit rezultate të mira. Individualisht ndoshta po jo kështu. E nëse punojmë këtë drejtim, ne do të kemi një popullat shëndosh. Mbas një statistike të Unionit Evropian, personat që janë fizikisht aktiv për 6 deri në 8 vjet jetojnë më gjatë se ata që nuk janë fizikisht aktiv. Pse të mos e synojmë një popullat shëndosh ta kem, nga ajo popullat e shëndosh të nxjerrëm sportista kulmor siç e kemi Ajlindën, siç e kemi shumë sportistë atje. Sa do ta shfrytëzoni autoritetin tuaj si kryetari i Federatës së Sportit Shkollor që edhe institucionet, Komiteti Olimpik duke filluar ministria të shtojnë kujdesin ndaj mjekësisë dhe ndëlidhjes së saj në sportin shkollor? Na veç po presum takimin e parë me ministrin dhe t'ja thom këto gjona që mëneret hynë në punë, atë që ja thojmë, kështu që presum shpejti që do të na thret dhe do të bisedojmë rreth këtyre problemeve të cilat nuk janë pak problem, po janë të shumë dhe mendoj që me një mobilizim ose angazhim të gjithë neve do të bëjmë diçka për të rritë tonë dhe deshta të them se për Amerikanët dhe Gjermanë dhe të disa të tjerë viti 2024 është shumë afër ndërsa për neve shumë larg. Prandaj kisha lutë institucionet, Komitetin Olimpik që me kohë të bëjë çdo gjë, çdo përgatitje që posa të kthehen për olimpiade të kenë programin që punohet për olimpiadën tjetër apo për kampionatin motor tjetër, po në këtë mënyrë çfarë jemi duke punuar e shoh vështirësi dhe shoh probleme që nuk do të kemi atë që duhet ta kemi. Toni, judoja dhe fokusi i gjithë neve për olimpiadë është judoja, te Majlina Kelmendi, Nora dhe të tjerat. Për sa i përket judës, na s'kem kohë me prit, është e vërtet që ne kemi gjeneratat shumëta në klub, edhe këto sugjerimet gjithsesi duhet merren parasysh që prej tash të planifikohet, por normat olimpike të arritura prej Majlindës edhe Norës për Baku edhe rrugtimi për Rio për neve është shumë afër, pothuajse është nesër.
Unë besoj që do ta intensifikojmë bashkëpunimin për çast sa ka kohë mundësi, sepse dihet që performanca nuk rregullohet brenda ditës, por unë po besoj që spaku me 1% të vogël, ndoshta 3% mu rregullu performanca në ushqim apo në përgatitje fizike, fal bashkëpunimit me qendrën e mjekësisë sportive do të ishte shumë e madhe, sepse përqindja e ndryshimit të majlinda në orat e garus të nivelit është shumë e vogël tash, sepse ata tash veçon garus të formum, mirë po pa tjetër që duhet ta kemi, pa tjetër për shumë arsye, sepse për shoh që ka njerëz që e njohin punën e vet, po ka mungu lidhja, ka mungu bashkëpunimi për shkak që ndoshta edhe nuk kemi qenë pranuar Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, tash pak jemi mobilizu, edhe po besoj që për hir të mirëbesimit, që unë një doktor që flet shqip e kam në ekip, gjithsesi do t'i besoj edhe do të bashkëpunoj me të për dallim prej ndonjë doktorit një shteti tjetër. Që the edhe më herët se nuk i beson. Nuk ju besoj, ta them sinqerisht prej përvojës, po flas, kemi me qindra raste kur ata nuk punojnë për interes të ndonjë shteti tjetër, thjesht janë patriot, edhe kjo përcjellet gjithmonë edhe doktori me ditë dojmë sheftësi ose ndonjë strategji të ushqimit ose të matjeve, se si të përparohen, me siguri që i kisha thonë doktor këto t'i mbajmë vetëm për vete, sepse është interes yni kombëtar, në këtë mënyrë edhe ndërtohen sportistat, në këtë mënyrë funksionon sporti kombëtar i ndonjë shteti, kështu që të fillojmë të mendojmë edhe na në çat formë. Po besoj që do të filloj ky bashkëpunim, po besoj që do të vinë medalet edhe nga lojrat olimpike në Baku edhe në Rio, mirë po për të ardhmen në të vërtetë duhet të krijohet sistem që mos të kemi një ose dy, po të shkojmë lojra olimpike 2024, ndoshta me 10 sporte, me dikur 70-80 sportista. Ajo është çka na duhet ta kemi cak. Toni, ti the se në arena sportive këtë javë është takimi juaj i parë me doktor Agronin. Një gjë jam i sigurt se pas arenës sportive s'do të jetë i pari dhe i fundit, po uroj që bashkëpunimi mes hallkave të ndryshme për interesin kombëtar ta quaj të zhvillimit të sportit dhe arritjeve kulmore sportive të jetë në këtë drejtim. Unë mendoj që edhe qendra mjekësisë sportive të Kosovës e ka gatishmërinë, po ashtu si që ka qendra ime për sport korporestane gatishmërinë, që të jep maksimumin e vet drejt avancimit sportistëve të anë. Kështu që kudo që tash publikisht po them, kudo që shifni që Agroni mund të jap një kontribut në qendrën e vet, ne do të jemi gatishmëri ta bëjmë atë. Unë ju falenderoj për kohën, shpresoj që në mënyrë sipërfaqësore për këtë temë shumë delikate dhe që kërkon akoma më tepër kohë dhe ndoshta një cikël të emisioneve, kemi arritur që t'i prekim disa prej hallkave kryesore në prag të aktiviteteve të mëdha botërore dhe sfidave që po na presin për sportin kosovar. Faleminderit shumë doktor Agron, faleminderit shumë zotë Enver, edhe Tonin, përzgjedhësin e Kosovës në judo, që e kemi pjesë të familjes tonë televizionit duke përcjellur sukseset. E uroj që pjesë të këtyre sukseseve dhe arsye për të festuar do të kemi shumë shpejt, akoma jo vetëm në judo, por edhe në sporte tjera. Shumë faleminderit për kohën. Për ta mbyllur emisionin, do të ndalemi te futsali, ku ka filluar edicioni i 6 i Kupës së Qyteteve, më tepër hollësi sjell Storia, me të cilën ne e mbyllim takimin tonë të sonte. Mos harroni çdo ditë nga hëna deri të shtunën do të kemi takimet tona të rregullta në orën 20:05, kurse javën e ardhshme në arena sportive. Mirëmbëngjes. Podojeva është finalistja e parë e turneut Kupa e Qyteteve në futsal. Në finalit të grupit të parë të këtij turnamenti përkujtimor, kushtuar veprës së dëshmorëve Zahir Pajaziti, Edmond Hoxha e Hakif Zeinullahu, Podojeva mundi Mitrovicën me rezultat 5-2. Në edicionin e 6 të këtij turneu të përvjetshëm, në grupin e parë morën pjesë 4 qytete: Podojeva, Sinikoqire, Drenasi, Gjilani dhe Mitrovica. Në palestrën e sporteve Hakif Zeinullahu në Podojevë, garat u zhvilluan me sistem eliminimi. Podojeva startoi mirë në gjysmëfinale duke mundur Drenasin me rezultat 4-2. 6 gola në total të realizuara nga 3 futbollistë, secili nga 2. Qendrim Murati dhe Recep Jasharim nga 2 gola për ekipin Llapjanëse, Narcis Alibegu për Drenasin. Në gjysmëfinalen tjetër, Mitrovica mundi Gjilanin 5-3. Këtu i vetmi që shënoi 2 gola ishte Fidan Bejta, ndërsa nga një herë realizator për Mitrovicën ishin Haxhiu, Gashi e Abazi, ndërsa për Gjilanësit shënuan Mui, Bajrami e Shabani.
Finalja e grupit të parë vuri përballë Podujevën dhe Mitrovicën. Telapianët sërish u veçua Recep Jashari që për të dytë ndeshje rreshënoi 2 gola që totalin e çon në 4 në 2 ndeshje. Për ekipin e tij nganjëherë realizuan edhe Murati, Emini e Blakçori, ndërsa te Mitrovica, Haxhiu e Xhaka ishin të vetmit që gjetën rrugën e portës. Paralelisht me turneun e Podujevës, po në kuadër të Kupës së Qyteteve, në Junik nxirret edhe finalisti i dytë nga fituesi i rajonit të Dugaxhinit, me pjesëmarrjen e Junikut, Liburnit, Besës dhe Pejës. Dhe fituesi i këtij grupimi në finalen e madhe më 31 janar ndeshet me Podujevën. Kjo finale do të transmetohet drejt për drejt në RTK.